genocide në kuvendin e Republikës së Kosovës po vazhdon. Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të konstituara në shkak të frymësisë politike të lëvizjes revolucionare. Nuk është në rregull të normalizohet kjo lloj situatë. Edhe njëherë për thirrje, për reflektim, ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi ofruar zgjidhje, nuk është koha të barikadohemi, por e ripërsëris, Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej veç. Me keqardhje që nuk po kemi dorë në partia të ti. Edhe njerë faleminderit shumë për punën që po e bëni, për durimin që po e tregoni dhe limitesë. Kjo nuk është opcionale, është rregulloria e punës që imponon që deputetët të mbidhen çdo 48 orë. Mirë po nuk duhet të normalizohet kjo lloj situate. Kosova ka nevojë për institucione. Qytetarët e Kosovës na kanë votuar për të ofruar zgjidhje për ta, e jo për të barikaduar vetë. Deri tani disa parti kanë publikuar emrat e kandidatëve për kryetar komunash, ju kur keni me publiku këta emra, edhe atje dhe tash në një prej tyre. Unë nuk do doja asnjëherë që ta përdor këtë sot këtu për çështje politike partijake të PD-s, me që më pyetet po ju përgjigjem. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Drejtues javën e kaluar, ku është vendosur që kandidatura të sillen në kryesi, pastaj kryesia i miraton kandidaturat një nga një rrecet. Po ende nuk janë sjellur asnjë. Jo, disa kanë filluar të bëjnë. Shto po e të gatshme nëse kjo zgjidhje nuk spadë nga kërë që politik nuk të kalohet, të shkojmë në zgjedhje dhe datat që kanë përcaktuar në pak edhe për ditën e zgjedhjeve, po nuk konë për të mbanë edhe zgjedhjet e halet. Po besoj që jemi përgjigjur disa herë kësaj pyetje. Qytetarët e Republikës Kosovës kanë votuar jo shumë muaj më parë për ndërtimin e institucioneve të Republikës. Sigurisht që ne jemi të gatshëm për zgjedhje në çdo kohë, mirë po ne duhet të jemi më të vërtetshëm. Nuk është gjithmonë në rëndësi që na vjen mirë ne si parti politike, se sigurisht edhe mbas matjeve, por edhe mbas punës në terren, është e qartë që Partia Demokratike e Kosovës ka shënuar arritje. Por kjo që ne kemi shënuar arritje nuk do të thotë se ne duhet të imponojmë zgjedhje. Qytetarët na kanë votuar për të ndërtuar institucione, por nëse janë të pashmangshme, atëherë ne jemi gati.